Kombëtarja e Zvicrës duhet t'ia dalë pa shërbimet e yllit të skuadrës Remo Freuler në 2 ndeshjet e muajit nëntor. Gazeta e madhe zvicerane Blick raporton se Freuler është lënduar në fitoren e Bolonjës ndaj Parmës të dielën, kësaj duhet të operohet në fillimin e kësaj jave. 33 vjeçari nuk ka asnjë gjas për të qenë gati në 2 ndeshjet e muajit nëntor te helvetikët. Mungesa Freuler do të vëret shumë në mesfushën e Zvicrës pasi Granit Xhaka do të mbetet tani pa bashkëlojtarin e preferuar. Përndryshe, skuadra e Jakin nuk ka asnjë zëvendësues potencial, meqense edhe Denis Zakaria me shumë gjas nuk do të jetë gati. Jakin duhet të bëjë një plan të ri për të parë se kush do të jetë në fushë pranë liderit Xhaka. Kujtojmë se lista për 2 ndeshjet e nëntorit të Zvicra do të bëhet publike të mërkurën. Është ende në pikpyetje nëse Zvicra do ta ftojë mesfushorin Ardon Jashari, që ende nuk është rikuperuar plotësisht nga lëndimi i fundit me Milanin.